A do të vini në Kosovë për zgjedhje më 28 dhjetor? Po, patjetër që do vi. Do ta votoj të mirin që ka punuar për këtë vend. Ky vend do të ishte zhvilluar pa të Albin Kurtin, i vetmi që e meriton votën e diasporës dhe Është një nga videot e shumta të krijuara me inteligjencë artificiale, të cilat kanë nxitur organizatën Hybrid.info të mbajë një konferencë për media. Në këto video të gjeneruara me AI, improvizohet intervista me mergjimtar në aeroport, të cilët tregojnë se kë do të votojnë. Një përmbajtje e tillë po pretendohet të kenë ndikim të madh në prag të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Sipas hulumtuesit të lartë në Hybrid.info, Festim Rezanaj, ky ndikim po krijohet pikërisht për shkak të shpërndarjeve të gjëra të videove. Këto, kur shikohen domethënë nga audienca, e kena vërejt që më shumë ndëgjohen se sa shikohen, për shkak se ju intereson se çka po thuhet, edhe në momentin që ja u plotësojnë pikpamjet e tyre ideologjike edhe politike, ata i marrin të mirëqena, por nëse koncentroheni pak në këto video, i vëreni disa deformime që në një farë forme të nxitin me dyshu që janë të gjeneruara me inteligjencë artificiale. Ndërkaq hulumtuesja Hyrie Mehmeti theksoi se ndikimi i tyre në opinionin publik është i madh pasi shumë njerëz i marrin për të mirëqena. Përdorimi i madh i platformave sociale, sidomos i Facebookut dhe TikTokut, bën që audienca me qenë shumë e madhe, sidomos tek të rinjt dhe mërgjimtarët. Këto janë audienca më e prekur nga këto përmbajtje të publikuara. Gjitha këto probleme kanë bërë që Hybrid.info të marrë një iniciativë që në një mënyrë ndoshta të këshilloj gazetarët, të këshilloj mediat në përdorimin e inteligjencës artificiale në mënyrë që të përdoret ashtu edhe siç do duaj. Organizata Hybrid.info ju bën thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe të verifikojnë çdo informacion para se ta besojnë apo të shpërndajnë.